që në vetëm live se pa ta mshel kur u myll GoFundin, mrapa ne hopa prap. Vllai i Arlindit mos janë gec Tropojanit o Alex. Si vllai i Arlindit mos janë gec Tropojanit o vlla, çe do thonë? A i hargjove lekt. Po vlla, i hargjove. Mirë është, bëhe mirë. O bled malaj. Si është vajza, për zotin s'kam kontaktu e dhe të fut në kontakt me familjen e sajna. Për që jarë, kash negativa jeni. Të vjedhë gëfonde, normal që të fusin në burg. E mërë zora gjitë e mundet. Dhe shta e bonjër. E ju vrapë zoti madhër. Legena, po pse boni kash legena? Pse bëni kash legena? Ti shkoni mirë edhe ja u tregoj me fakte, me emra, me mbiemra, edhe me bankën tëjme që janë fut, sa lek janë fut prej shoqërisë, se shto si kam fut unë, i kanë fut djemët prej fushkëruje, 56.000, 20, 6.500, 10. I kanë fut djemët e burgut, po me bankë tëjme. Tjerat i kam futun. Okej? Edhe va thome dhe emrat. Toni, Ton Shala, futi 8.000. Uzri, Anonimi, futi 5.000. Mandi, 2 mandat futën 3.000. Mulgjakova, Cali, i di që i kam shtu krejt. Janë mbledh mbi 650.000 që i kena fut në shoqnive bashkë ti i morë njërës në telefon. E ju thoni, hajdut. Po si ju vjetë turpër? Shqyqyr, mirë ja kanë bon. Se kishin qitë do media qa a bon. S'keni pak zarë. Valaje s'keni pak zarë. Nuk jam arrestu për GoFundin, jam arrestu për një telefonat që unë kam bëj me një grup të hejshbive. S'ka pas lidhje hiç GoFundi. Sa rajnë. Pena kam 8 vetë, bre, mrejnë. E gaj legena.